16 qershor. Shërbej Perëndis me etjen tënde. Prandaj edhe e kemi për nder t'i pëlqejmë atij, qoftë duke banuar në trup, qoftë duke e lënë atë. E 2 Korintasve 5:9. Po sikur të zbulosh, ashtu si bën farisejt, se ja ke kushtuar gjithë jetën tënde përpjekjes për t'i pëlqyer Perëndis, por ndërkohë ke qenë duke bërë gjëra që në sytë e Perëndis janë të neveritshme. Luka 16, 14, 15. Dikush mund ta vërë këtë gjë në dyshim dhe të thotë: nuk mendoj se kjo është e mundur. Perëndia nuk do ta refuzojë një person që ka qenë duke u përpjekur t'i pëlqejë atij. Megjithatë, ai dallon se çfarë ka bërë ky person që pyet? Ai e ka bazuar bindjen e tij për atë që do t'i pëlqejë Perëndis mbi idenë e tij se si është Perëndia. Kjo është pikërisht arsyeja pse duhet të fillojmë me karakterin e Perëndis të zbuluar në shkrim. Perëndia është një burim mali dhe jo një korrit ku pi baktia. Një burim mali është vetë furnizues. Ai buron vazhdimisht dhe furnizon të tjerët. Por një korrit ku pin kafshët ka nevojë që të mbushet me pompë apo kovë. Prandaj, pyetja e madhe është kjo: si mund t'i shërbesh një burimi? Dhe si mund t'i shërbesh një korrite ku pi baktia? Si mund ta përlëvdosh Perëndin ashtu siç është në realitet? Nëse dëshiron të përlëvdosh vlerën e një korrite ku pin baktia, punon fort për ta mbajtur atë plotë të dobishme. Por nëse dëshiron të përlëvdosh vlerën e një burimi, ti e bën këtë duke rënë në gjunjë dhe duke pirë prej tij, për kënaqësinë e shpirtit tënd, derisa të marrësh rifreskimin dhe forcën për të zbritur sërish në lugin dhe t'u tregosh njerëzve se çfarë ke gjetur. Shpresa ime si mëkatarit dëshpëruar varet te kjo e vërtet biblike, që Perëndia është ai lloj Perëndie që do të kënaqet me të vetmen gjë që mund t'i ofrojë atij, etjen time. Kjo është arsyeja pse liria sovrane dhe vetmjaftueshmëria e Perëndis janë kaq të çmuara për mua. Ato janë themeli i shpresës time, që Perëndia kënaqet jo nga shkathësia e brigadave të kovave, po nga gjunjëzimi i mëkatarëve të thyer për të pirë nga burimi i hirit. Ne duhet të përpiqemi në çdo mënyrë t'i pëlqejmë Perëndis tani e përjet, por mirë ne nëse e gjithë jeta jon del se është bazuar mbi një pamje të reme të asaj që i pëlqen Perëndis. Zoti kënaqet jo nga ata që e trajtojnë atë si korrit nevojtare ku pin ujë baktia, por si një burim i pashtershëm dhe që na kënaq plotësisht. Sikurse thotë edhe Psalmi 147:11, Zoti kënaqet me ata që shpresojnë në mirësinë e tij.